është fillim shekulli dhe shumë ngjarje jo të mira lan pas. Lana dhe parkurinija të zëna nga kioskat po shtirohen. Duket si fundi një betejë bombardimesh. Më lindi ideja për të bërë një spot. Tani që po e shoh, po kuptoj se kam tentuar me ndërgjegje të tregoj Tiranën e bukur. Doja që nga ato që kaluam të kishte një çik optimizëm. Tani, pas 24 vjetësh, ata që merren me këtë profesion, po të dalin në muzikë kur sapo janë hapur dritat, me një dron, që kam peng që nuk e kam përdorur, edhe po u çmon droni dhe nuk merr komanda nga do që të shkoj Tirana është e bukur.